Feranda apo Suareka, për dallim nga 7 qendrat më të mëdha të Kosovës, rreshtohet menjëherë pas vushtrisë për nga numri i banorëve që ka sot. Janë rreth 60.000 të përhershëm, të cilët këtë qytet përshëndrojnë një qytet të mirëfillt, qoftë për nga numri apo edhe për nga zhvillimi i tërësishëm. Një emër i përvetshëm dhe i papërsëritshëm dikur ishte sinonimi Suarekës, giganti industrial Ballkani, që ishte motoristika kryesore edhe zhvillimit të sportit në këtë mjedis. Nga rendin edhe të tjerat si vreshtaria, uzina e Shvepsit, e rakisë së Rrushit të njohur, e fabrikave dhe ndërmarrjeve të tjera që zhvilluan qytetin dhe rrethinën. Sa i përket sportit, Suareka njihet për fanatizmin që ka në lojën e futbollit, por janë edhe disa sporte tjera për të cilat është quar. Brezat e mëhershëm sigurisht njohin familjen Veseli, e cila në radhët e saja, sa kam dëgjuar, ka ende kampionën në hedhjen e diskut Lirie Veseli, e cila me sa di mban rekordin në Kosovë, por këtë herë nuk erdhën për të. Afër Suarekës, rrethina ka dy simbole të fuqishme, dy katunde siç është pagarusha e Nexhmijes legjendare dhe mushtishti i shkurtës e Shyretës së famshme, zëri të cilave jehon e kumbon kudo këtu. E dini që Suareka ka yllin e vet në basketbollin e Kosovës, edhe ky klub është krenari e qytetës dhe pse jo edhe rrethinës. Ky është destinimi im dhe i xhiruesit Besnik Dedinca. Kjo hapësirë ku ngrej shtatin ky tempull është afër gjimnazit 8 Marsi, aty ku vlen rinia shkollare, ku herën dhe sprovohen talentet, kurse brisa e re e fjetur Kodrina që të shpije në Zabelin e njohur të këtij qyteti. Është një hapësirë e konsiderueshme dhe kryesisht i dedikohet basketbollit brenda e jashtë. Gjatë verës zhvillohen turne e takime të karaktereve të ndryshme, duke inkorporuar edhe streetballin e të tjera. Stërvitet janë të përditshme, në mesditë dhe në mbrëmje varësisht nga kundërshtari dhe nga pretendimet e gjirës. Trajneri Agron Verisha, dikur edhe lojtar, pasqyron punën që duhet bërë brenda një ore e gjysmë. Ushtrimet bazike, fizike, taktike, relaks, loj, nxitje në mënyrë që stërvitet të mos bëjë e mërzitshme. Ishte një sfidë e madhe para fillimit të kampionatit, kur dihet se ekipa jon ka veç 7 vite që nuk ka qenë në elitën e basketbollit kosovar. Megjithatë, e rëndësishme kësaj pune është që ne kemi hyrë këtë garë për ta kthy atë namin e ekipit ton, që tradicionalisht ka qenë ekip që ka dhënë shumë basketbollit kosovar, tradicionalisht ka qenë ekip që gjithmonë ka qenë pjesë e elitës me sukses, ka vënë lojtar në kalumën, sidomos në tashmen, kur dihet që shumica lojtarëve gjatë
si Beri Mazreku, si Urin Zenele që e kemi rikthy tash, si Nikzim Morina që është një ish reprezentuesi Slovenisë, kemi edhe një djalë tjetër poshtu nga Suareka, Arbe Berisha, gjithë këta janë djem për qytetit tonë. Si përfundim, si konkludim, qyteti ynë është një qytet ku frymon basketbolli, ku kjo lojë adhurohet nga tri, edhe vitin e ardhshëm e festojmë edhe 40 vjetorin e themelimit. Mendoj që është një kampionat relativisht i suksesshëm, edhe pse kemi mund ndoshta me pak fat edhe me më tepër përqendrim ti kemi edhe 2-3 fitore kemi pas shumë afër. Kjo palestër mban emrin 13 qershori, dita e shlirimit më të ri të Suarekës, të këtij rrethi fort të hequr keq, të përvojtur nga dëbimi, të vrarë e të masakruar, në mesën e të cilëve edhe familja Berisha, që në radhët e veta kishte entuziastin e basketbollit, kryetarin e klubit Sedatin. Me këtë palestër lidhet ngushtë edhe një emër, edhe një entuziast, veprimtar gazetar, kryetari i Federatës së Basketbollit, kur ishte më së vështiri, sekretar në liri, dashamir për t'i falë jetën basketbollit, Jusuf Lumi, i cili është më i merituari që Theranda, apo siç kishte qef ta quajë vetë Cufa, Suareka e tij të bëje me këtë arenë. Allstarin e parë, vetë Cufa e pat organizuar këtu për të vazhduar tradita. Pos basketbollit, volejbolli zhvillon gara, pastaj ping-pongu, mundja e të tjera e të tjera. Atmosfera që janë kriju në qëtë moment në palesën 13 qershor dhe në qytetin tonë janë asi atmosfera papërsëritshme, sidomos prej ndeshjes parë që kemi pas me Bashkimin, tjetë ndeshja e fundit që ka qenë me Besën. Përforcimet që kanë ardhur te ne, në fillim nuk u ditë si zakonisht gjitha përforcimet kur vinë në Kosovë nuk dihet a janë ashtu si i planifikojmë. Megjithatë, unë jam krenar që kam bërë një zgjedhje të tillë. Me buxhetin që e kemi pas edhe me zgjedhjet që e kemi bën, jam plotësisht i kënaqur me playmakerin që është Derrick Washington, që gjatë tërë kohës ka pas gati një 2 shofer 2 fisht me Alo Qendrën Naja White, i cili mesatarisht 20 pikë e mbi 10 kësime, si dhe me Urin Zenele që është letari vetëm Kosovë që i ka 2 triple-double gjatë këtij kampionati. Unë këtu veç një vjet kom shtru për kategoritë kadeta, masane kom shku në bashkim, që është një ndjenjë interesante më këty mas një kohë me ndlindje. Tash për mu përgëzu kjo lloj iniciative për të emisione, sa do kudo me pa atmosferat që mbretërojnë klubet tona, atmosferën që mbretërojnë qytet, ju ma mërmendje sot edhe pat që basketbol në çdo qoshe të qytetit flitet vetëm për basketbol. Ne kemi dalë me një formë jam deri në çet moment jemi të kënaqur me rezultatet e arritura. Unë mund të them me plot përgjegjësi se Ylli nuk do të kthehet aty ku ka qenë, në ato ligat inferiore, do të jetë pjesë e elitës, edhe Yllin e pret, ekipin tonë e presin shumë ditë mira. Do të përkujdesmi që palestra jonë
këtu 13 qershori, që është palestra më e zjarrt në çet moment basketboll, që i ka dhënë një jeshi gjithë basketbollit kosovar me atmosferat e mrekullueshme që janë, ku edhe musafiri fiton, është një dukuri që duhet më dhënë shembull gjithë tifozërive edhe gjitha klube basketbollit, që edhe musafiri mund të fitojë, edhe mund të trokitet nga kundërshtarët. Mund të them që ne nuk i kemi hyrë kësaj gare, as të luftojmë për play-off. Ne nuk do dorëzohemi para asnjë kundërshtari, por megjithatë synimi ynë kryesor ka qenë mbetjen këtë rang garash, vite tashme me konsolidu ekipin edhe me marrë një stabilitet prej gjeneratave të reja deri ekipi i parë. Dhe ylli është ma letë, se me familje është edhe ma letë edhe ma vështirë, se ma letë është që ki ma shumë hapësinë, po ma vështirë është që ki barë ma të madhe, për se tash këtu jam barë si ekipës me familje. Nuk e shoh dhe shumë me diferencë më të fortë, më të madhe. Është një ekip parafërsisht jena të barabartë me forca që i kena, të marrë parasysh çfarë ekipi është bashkimi që sa vjet është në Superliga dhe që është qyteti më i madh, dhe nuk e shoh ekipin aty në shumë larg prej neve. Me bashkënu kam qenë me lojtarë zakonisht që bojnë kasë që jam është në po asistë, zakonisht me dyshat dhe treshat, që me ata kam qenë më shumë me bashkënu. Po, normal që arma kryesore e ekipit tonë është bashkëpunimi mes lojtarëve, domethënë jena të bashkuar, lujna me zemër, domethënë edhe pse të marr parasysh që fondi i lojtarëve nuk është shumë i madh, dhe mundohemi me angazhu shumë edhe me lujt bashkë tonë kohën, që kjo është arma kryesore jona ku kena rritë deri tash. Po, mas vështirë është me blenë mazrekun, edhe pse ndoshta që kena lujt bashkë një kohë të gatë dhe e dim njëri tjetrin që shlun. Me ata kam vështirë, me tjerë se kam vështirë. Jo, jam të veçet sprovokon edhe. Mbresa mas shumë të mblen, domethënë që është qyteti jam, domethënë vendindja jam që tu jam blerë dhe jam rrit, edhe publika është domethënë shumë e mirë, domethënë. Deri tash më e mirë, derisa kam ndru të gjitha ekipet, domethënë shumicën e ekipeve në Kosovë, publika është më e flakta e Soarekës. Na në fillim kur kena hi për me met në ligë dhe me za vendin e 5. Në vendin e 5 tjem tash na u kanë shtu apetitet të e po që shosh që tash të liga edhe kvalitetin e ekipës tonë më mërë me që kem shansa të mira për më kvalifiku në play-off. Kjo ishte një stërvitje për ditëshme yllit. U shpalosën ambicjet, pak hallet edhe problemet. Por Suarekasit me të drejt presin më shumë nga pranvera ardhshme. Miq të nderuar, miropafshim. 3, 4.